se thoni Rama nuk jep dorëheqjen me vullnet lirë. Po pse do japi dorëheqjen? Se nëse jep dorëheqjen do i pranoj gjithë ato që janë thënë për të. Po mirë, nuk ka arsye ta jap? Ai ka 100.000 arsye, po deri tani s'ka marrë përsipër asnjë nga ato që kanë ndodhur. Ka thonë që më kanë hëngër dardha nga pas shpinës time. Një kohë kur në të gjitha këto afera është Rama. Unë nuk e di se ka një aferë në Shqipëri që hapet dhe nuk është Rama. Tek incineratorët është Rama. Dihet fare mirë që Rama i ka përgatitur, ka bërë 17, ka marrë 17 vendime me nga dite, etj. Ka thonë që kush kundërshton këtë, i ka mbrojtur deri në fund. Edhe ato të Ilir Beqis, ato famshmet, edhe ato i ka mbrojtur, ka thonë. Dihet shumë mirë kujt ju la tuneli, le që thonë tani jo Belinda, jo tuneli Llogaras ju la Erdoganit. Dihet fare mirë Eko Parku, dhe kush e mori Eko Parku, dhe për kë e mori Eko Parku, dhe pse drejtori i ujqellësit të Tiranës u vendos ish drejtori Eko Parku. Pra, të gjitha gjurmët çojnë në qel, ka thonë shkrimtari. Po unë them që gjitha gjurmët e këtyre aferave çojnë te Edi Rama.